e ka menduar doktori. Do ketë menduar në një gjë doktori. Nga ky moment nuk ka mendim aty. Jam i bindur se nuk e njoh nga brenda, po jam i bindur që funksionon një lloj. Po një lloj, ti e njeh sistemin politik, kështu që. Pra kjo partia që mund të dali, nuk e nxis sepse nuk jam brenda kontekstit të tyre. Jo thjesht e kam unë pyetje. Po, unë do kërkoja që të dilte po një parti me mendim politik. Jo një parti që imiton të keqen që ne trashëgojmë. Ne kemi parti. S'kemi një, kemi shumë. Kemi përveç PD, PS, kemi dhe LSI, kemi dhe partitë e vogla që quhen. Të gjitha vuajnë nga modeli. Të gjitha janë parti bolshevike, ku mendimi i shumicës e përjashton pakicën dhe shndrohen në ato që quhen partitë të njëshit. Nuk ka nevojë më Shqipëria për partitë të një njëshi. Kushdo qoftë ai. Ka nevojë për një parti që është më e madhe se sa kryetari. Një parti që jeton gjatë, shumë më gjatë se sa kryetari vet. Për një shembull, kur është themeluar Partia Demokratike, në statutin e parë të Partisë Demokratike shkruaj: kryetari zgjidhet për një mandat 2 vjeçar dhe nuk mund të zgjidhet më shumë se 2 herë. Pra një kryetar nuk mund të rindë më shumë se 4 vjet. Flasim 92-shin. 91-shin kur u bë statuti i parë. 91-shin. E ndryshoi Berisha kur ishte president në 93-shin. Në Kuvendin Kombëtar të Nëndorit në 93-shit kjo u ndryshua. U bë që kryetari duhet ta ketë mandatin 4 vjet, po prapë me 2 mandate. Pastaj edhe këto 2 mandate, kufizimin e hoqëm. Pse? Se morin kontroll komplet partinë. U futëm te PD-ja. Si e shikon gjithë të kohë situatën brenda kampit blu? Kjo protesta është ngritur mbi humusin opozitar të PD-s, po si humus, si terren, dhe mbi gjitha mbi vakumin, boshllëkun që la PD-ja. Sepse njerëzit në sistemin dypartijak nuk janë vaj qarmiqësor me sistemin, kur ai operon. Po kur pan që njëra nga 2 këmbët e demokracisë, pushteti vazhdon të rritej dhe këmba tjetër vazhdon të shkurtohej, demokracia jo vetëm që u bë çelamane, po rrëzoi. Dhe 4 ditë e para të protestës, ka ditur kam qenë për studio televizive, dhe isha pro protestës, pro protestuesve, dhe përballë kisha profesues të PS-s dhe PD-s ishin të unifikuar në qendrim. Dhe nuk e ndalloja dot kush ishte me kë. Pra u sulmuan protestuesit anti-Trump, madje u thanë që ka çuar Rama, pra u thanë gjitha janë kundër investimit. Pastaj i di se jam në kontakt intensiv. U deshën 8 ditë që të ndryshonte. Miqt mi thoshin që ka dalë administrata në protestë. Mila këm ngulnin për këtë. Nuk i kam kthy përgjigje drejt për drejt, po thashë, jeni në vete. Rama nuk e donte në asnjë mënyrë një protestë të tillë. Domethënë Rama do një opozit që e ka këmbën pra në atë 2 këmbshin që është pushteti dhe opozita, sa më e shkurtër këmba opozitës. Dhe Rama ka investuar në atë spirale zbritse, ku u fut në atë krizë që mbyti veten Partia Demokratike, që u fut mbas zgjedhjeve 2021-shit. Partia Demokratike u fut në një spirale të keqe, u përplas, se ka ndodhur 8 janar 22-shit, ka ndodhur zgjedhjet në 22-shin, zgjedhjet në 23-shin, partia u ça. Dhe duke u çar opozita, dhe duke qenë që antarët e dikurshëm të opozitës vëllezër në armë me njëri tjetrin, filluan të sulmonin dhe të nxirrin palara njëri tjetrit. Atë Republiku shef që thot prit një minutë. Sa që ngeni një partiu, jeni burrat mirë. Kur filloni u zikeni me njëri tjetrin, tregoni që ti paske i vil në Lalz, ti ke përgjegjësi ke vrasja aty, ti ke punu me drogën, po partia u quajt ka partia e babit Zenit. Oh. Dhe pastaj edhe bashkohesh prap. Ktu e ke ulur moralin në fund të këmbëve, ose themi atë fjalën tjetër, vetes tënde. Dhe vakumi që la Partia Demokratike, si institucion i pranuar dhe i besuar si institucion opozitar, do shfrytëzoj materia në fizik, materia nuk pranon vakum. Kur të rriqet një gjë, shoqërohet nga gjëja tjetër. Është ligj fizike. Atëherë do lindte patjetër një gjë. Dhe gjëja më e mirë është që lindi një gjë shumë e shëndetshme. Një protestë qytetare. Pluraliste, pa agjendë politike të momentit, e mbështetur nga njerëz që janë në mirëqenie në realitetin shqiptar, nuk janë aty për rrogë, dhe kërcënojnë politikën e vjetër, jo vetëm Rama Berisha. Po dhe këta që i shkojnë nga mbrapa Rama Berisha, se këta janë për Koromanen, për copën e bukës, klient janë, sikur janë oligark, sikur janë barkthar, rinë nga mbrapa tyre, sepse ju duket që ju zë dhëmbi në një gjë, duke i ndetur nga mbrapa.
Si është ai filmi i famshëm që tha, pse na vjen, pse do të vish ke ne, ata kishin dalë për liri. Po thash ta të vjedhë unë mbas se bëj në i plaçk. Të Çerçistopull. Të Çerçistopullit. Filmi Liria vdekje. Edhe këta janë për plaçk, vëlla. Dhe populli që është aty është kundër këtij popullit që është për plaçk. Dhe ky është popull që nuk është për plaçk. Ky është popull minorant sot ndoshta, 20% mund të jetë, 15%. Po është popull që formson politikën. Prandaj unë kam ngul që ata në momentin që do të vendosin, bëjnë apo s'bëjnë parti është punë e tyre. Kërkesat duhet i kenë politike. Dhe mos flasim për ndryshim sistemi në tërësi. Se këtu konfundohet. E përdorin radikalët. Ata që duan që ky quhet sistem kapitalist ka falimentuar, duhet ndryshojmë sistemin kapitalist me çfarë? Ma thuaj. Të mbështes është tjetër gjë. Por sistemi politik ai që tham bash demokratik duhet ridizenjuar. Dhe këtu hyn mënyra se si ne zgjedhim përfaqësuesit. Sa shpesh i zgjedhim përfaqësuesit, se nuk ka gjë më të mirë në shoqëri demokratike se sa zgjedhjet. Zgjedhjet janë valvula e shkarkimit. Prandaj në Amerikë shkojnë çdo 2 vjet në zgjedhje. Po. Dhe kjo e mban balancën e pushtetit atje. Dhe atje thonë, po okay, do jetë 4 vjet, do bëj zullume presidenti Trump apo presidenti Biden. Mbas 2 vjetësh vin zgjedhjet për Kongres, e bllokojmë me Kongres, a me Senat se bllokuam, e rrëzojmë mbas 2 vjetësh. Zgjedhjet janë mekanizmi i vetëm që ka magjinë e demokracisë dhe kufizimi i mandateve. Ne këto gjëra duhet i kërkoj protesta. Dhe pastaj më mbrapa dhe diçka. Rimodelimi i ekonomisë shqiptare, po ajo nuk diskutohet në protestë. Patjetër, është tjetër fazë. Është një fazë tjetër. PD-n e shikon të dobësuar, të forcuar, ma jep një koment të shkurtër se dua ta mbyll me PS-n. PD-ja u rrezikua dhe ishte viktima e parë e protestës, sepse mori domenin e të qenit opozitë. Dhe një opozitë më simpatike se sa Molotov. Protesti ishte edhe në janar shkurt mars me Molotov, protesta edhe para se ditësh. Kushdo që i ka parë të dy protesta do zgjidhte këtë tjetrën. Absolutisht, qartë azi. Një. Dyta, konsumi moral i PD-s zvendësohet me njerëz me moral atje. Të paktën me sa njerëzit i njohin. Besueshmëria është e treta. Ata janë më të besueshëm se sa PD-ja sot. Çfarë bëri Berisha, duke qenë një lojtar shumë i fortë politik, mos e nëvlerësoj askush Berishën në zotësinë politike. Emision me ty kam thënë, më i zoti politikisht në 100 vjet shtet. Jo domosdoshmë i miri. Por sot për mua është një dëm i Partisë Demokratike dhe një dëm i shoqërisë. Në momentin e dhënë e kuptoi dhe mori kthesën i 180 gradë, pra nga soroiste një tjetër dhe u fut në terren. Nuk është futur vetë, po ka futur njerëzit e tij. Po. Nuk jam që njerëzit e PD-s përjashtohen, mos ke kuptohemi, por Berisha mbron interesat dhe territoret e tij duke qenë pjesë e protestës. Është ajo futi gozhën e Nasradinit është aty. Dhe nuk është vetëm Berisha. Berisha është më i dukshëm dhe më numerik. Ka bërë gjën më të mirë në shërbim të ambicjes